Keni rrudha në fytyrë, mjafton një lugë vaj ulliri dhe do i thoni lam të mirë. Përbërësi më i mirë për të trajtuar pjesën poshtë syve është vaj ulliri. Sipas dëshirës, vaj të ullirit mund t'i shtoni dhe ndonjë pikë aromatizues. Merrni 50 ml vaj ulliri dhe hidhni 3 pika vaj aromatizues me aromën që dëshironi. Sigurisht që mund t'ju tërproj vaj nga masa, por nuk do mund ta përdorni në gatim. Por ju themi që do ta keni për të përgatitur trajtimin për herën tjetër që mund të jetë 2 herë brenda ditës dhe sa herë dëshironi brenda javës. Me bulsat e gishtave i ngjyeni në vaj dhe filloni duke masazhuar pjesën poshtë syrit lehtë nga bishti i syrit drejt pjesës së hundës. Mos vendosni vaj mbi pjesën e sipërme të syrit. Pas 20 minuta shiqeni trajtimin me një garzë të cilën e keni pasur në ujë të ngrohtë. Ndryshe ju mund të prisni garzën në copa të vogla dhe ta lini të qëndrojë sa të marrë vaj dhe pastaj ta vendosni poshtë syrit, sigurisht duke ndjekur procesin e mësipër.